Floktarja e vajzës së faraonit. A keni dëgjuar për historinë e floktares së vajzës së faraonit? Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: në natën në të cilën unë u morra në udhëtimin e natës Isra, ndjeva një aromë të këndshme. Unë thash: o Xhibril, nga vjen kjo aromë e këndshme? Ai më tha: kjo është aroma e floktares së vajzës së faraonit dhe fëmijëve të saj. Unë i thash: cila është historia e tyre? Ai më tha: një ditë kur ajo po krehte flokët e vajzës së faraonit, krëri hekur të rënë nga dora e saj dhe ajo tha: Bismillah, në emër të Allahut. Vajza e faraonit i tha: baba im? Ajo tha: jo, Zoti im dhe Zoti babait tënd është Allahu. Ajo i tha: unë do t'i tregoj babait tim për këtë. Në rregull, ia ktheu ajo. Vajza i tregoi babait dhe ai e thiri floktaren dhe i tha: o filane, a ke zot tjetër përveç meje? Ajo i tha: po, Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Ai urdhëroi të nxehej një enë e madhe e punuar prej bakri dhe urdhëroi që ajo bashkë me fëmijët e saj të hidhen në të. Ajo i tha: unë kam një kërkesë për të bërë. Ai tha: cila është kërkesa jote? Ajo tha: unë kërkoj që kockat e mia dhe kockat e fëmijëve të mi të mblidhen bashkë në një rrobë dhe të varrosen. Ai tha: kjo do të plotësohet. Ai urdhëroi që fëmijët e saj të hidheshin para saj një nga një, derisa arritën tek i fundit që ishte foshnjë e mitur që ende ushqehej me gji. Ajo sikur u lëkund për shkak të foshnjës, por i vogli foli dhe i tha: o nën, hidhu, sepse dënimi i kësaj bote është më i lehtë për të duruar se sa dënimi i retit, botës tjetër. Kështu që ajo u hodh brenda. Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tha: 4 foshnje kanë folur qysh në diep. Isai, i biri Merjemes, paqja qoftë mbi të, shoqëruesi Xhurejxhit, dëshmitari Jusufit dhe djali floktares së vajzës së faraonit. Nga kjo kuptojmë se kjo histori është e saktë dhe e provuar nga profeti ynë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të.